Ish ambasadori i Kosovës në SBA, Avnis Pahiu, ka folur për raportet e vendit me Amerikën ndër vite. Ai ka deklaruar se Kosova ka qenë një bebe e SBA-s dhe se tani ka filluar të ecë. Pas krijimit të shtetit të Kosovës që u ndihmua me aq zemër gjërësi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të gjitha aspektet si ushtarak, ekonomik, politik dhe juridike për shkak të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe për shkak të disa raporteve shumë të ngushta midis dy vendeve, në një farë forme kemi qenë bebi i Amerikës, siç e quanin në një kohë dhe kishim mbështetjen e plotë të Departamentit të Shtetit dhe të Shtëpisë së Bardhë. Tani kemi filluar të ecim, për duke marrë thunë e ecjen tonë, ka thënë Spahiu. Gjatë kohëve të fundit, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë nga më të mirat, duke pasur parasysh qëndrimet që ka pasur Albin Kurti, të cilat shpesh janë kritikuar nga ndërkombëtarët dhe veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, me ardhin e presidentit Donald Trump në krye të Shtëpisë së Bardhë, pavarësisht se çfarë u fol se ai do të ishte kundër Kosovës dhe një mbështetje e madhe për Serbinë e Aleksandr Vučićit, me refuzimin që i bëri presidentit të Serbisë të atakonte në Lagamaro në Amerikë, situata duket se ka ndryshuar. Kosova, edhe me vizitën e Vjosa Osmanit atje, është kthyer sërish në shtetin e preferuar amerikan në Ballkan.